E tash pyetja që shtrohet vëllezër vetveti është cilat janë ato shenja që ty tregojnë se ti po e don për një me Allahun subhanahu wa taala. Se si thamë secili mundet me pretendu që unë e dua Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po cilat janë ato shenja që ti tregojnë se ti për një me po e don Allahun subhanahu wa taala. Pika e parë vëllezër është që ti i jep përparësi kënaqësisë Allahut ndaj kënaqësisë krijesave. Do thotë, nëse i je përballë një udhkryqi, me thënë kështu, edhe i ki dy gjane, me i dhanë përparësi dashurisë ndaj krijesës, që i bën ndesh me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, kënaqësisë ndaj krijesës, që i bën ndesh me kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ky është testim për ty. Çtu do të thonë ti e tregon dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse je përparësi dashurisë ndaj Allahut, kjo është shenjë që ti po e don Allahun. Po e don Allahun çka për një me. Edhe je i vërtet në dashurinë ndaj Allahut. Që dam shumë lehtë është me pretendu. Mirë, po gjatë testimit vëllezër njeri demaskohet, edhe i hiqet ajo maska, apo ato pretendimet që i ka para njerëzve. Në moment që testohesh, aty shfaqet më thonë vlera jote kush janë vërtet. Pika tjetër vëllezër është që ti me xhelozu për Allahun, për fenë Allahut, edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Patjetër vëllezër, njeri i cili don diçka xhelozon për to. Andaj nuk ka mundësi ti me thonë unë e du Allahun, e du pejgamberin sa, e du fenë Allahut, edhe çka mos me pas xhelozi për fenë Allahut subhanahu wa taala. Mos muni keq kur i sheh urdhrat e Allahut duke unë përkan, ndalesat e tij duke u shkel. Andaj vëllazër, kur kjo xhelozia për Allahun edhe për fenë e tij largohet nga zemra, ka më të largohet edhe dashuria. Madje ekziston rreziku që njeri çka mu zhvesh tërësisht për festë Allahu subhanahu wa taala. Që kjo xhelozi që duhet me pas rreshaj që ta mban është si flak që ta mban zemrën gjallë, që xhallërinë e fesë. Edhe që kjo të bën që të nxit që ti me urdhëru për të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Kuptohet me urtësi, duke shikuar damin edhe dobin. Ibn Kaimi rahimahullah na i sjell disa kategori të njerëzve që tregon se çka është ajo që i nxit njerëzit shalom ju kthy Allahu subhanahu wa taala. Janë fjalë vërtet madhështore. Përmend vëllazër thotë se njerëzit në kthimin e tyre drejt Allahut subhanahu wa taala janë disa nivele. Thotë disa njerëz i kthehen Allahu subhanahu wa taala për gjunaheve, mosbindjeve, mbindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thotë ka prej tyre thotë që i kthehen te Allahu subhanahu wa taala duke kryer lloj-lloj vepra të mira, lloj-llojshme. Disa tjerë thotë i kthehen Allahut me dua dhe me lutje. Disa tjerë thotë i kthehen Allahut vetëm kur janë zorë, edhe kur janë kanë vështirësi, edhe në gjendje të rëndë. Cila është ajo përsosmëria vëllezër që neve duhet me na shoqëru? Çka është ajo që neve duhet me na nxjerrë që na me kanë gjithmonë të kthym drejt Allahut subhanahu wa taala? Ku është sekreti? Thotë Ibn Kaimi, niveli thotë më i lartë i kthimit drejt Allahut subhanahu wa taala është kur shpirti i njeriu të kthehet tërësisht drejt Allahut subhanahu wa taala. Qenia jote. Pse? Shikoni vëllezër ndërlidhet me çata që jemi duke të fol për shkak se e don më shumë te Allahu subhanahu wa taala. Në moment thotë që kur shpirti yt thotë i kthehet tërësisht Allahu subhanahu wa taala, kur gjë tjetër prej qenies tane nuk ka më met mbrapa. Thotë kom ju kthy Allahu subhanahu wa taala zemra jote, kom ju nënshtru, kanë ju kthy gjymtyrt, kom ju kthy thotë mendja jote. Logjika, arsye, çush i kthehet Allahut, i dorëzohesh urdhrave dhe ndalesave të Allahut. Nuk të met më mendje çka dyshim apo sfidim i një urdhri apo ndalese të Allahut subhanahu wa taala. Paranon sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm. I nënshtrohen gjymtyrët e tua duke u mundu mu largu nga veset e këqija, nga moralet e ulta, nga dëshirat e prishura. Kështu që nuk metet ma në gjymtyrët e tua dëshirë për mëva çka Allahut çka haram, ose ndaj epshi i cili e kundërshton urdhrin apo e shkel ndalesën e Allahut subhanahu wa taala. Kur je në këtë gjendje thotë Ibn Kaimi, ti zhveshesh domethënë nga ajo se je ki mirë besim në veten tënde, edhe mbështetjen veten tënde, përkundrazi çdo gjë e lën çka në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Edhe e din se rregullimi që ta bën Allahu, zgjeda që Allahu ka bërë për ty është më e mirë se sa zgjeda që ti mundesh me bë për veten tënde. Andaj si rezultati i kësaj, do të dorëzohesh tërësisht kaderit, caktimit të Allahut subhanahu wa taala. I kthehet të trupi Allahu subhanahu wa taala duke i kryer obligimet në formën më të plotë, edhe po ashtu edhe sunetet në formën më të plotë. Thotë wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Mirë po, kjo është mirësi prej Allahut që Allahu e jep kujt na don. Thotë bel hadhihi ruhuhu munibetun abada.
vetëm ky njeri thot e ka shpirt till, posedon shpirt till i cili gjithmonë është i kthyem drejt Allahut subhanahu wa taala. Mira ata të tjerë që i përmendëm vëllezër në fillim, ai që kthehet kur është në zor, ai që i kthehet nganjëherë prej mëkatit në bindje, pastaj kthehet prap në mëkat, thotë Ibn Kaimi, thotë sa i përket atyre të parëve, thotë ata janë tillë përderisa nuk ju kanë kthyer tërësisht Allahu subhanahu wa taala me çënjen e tyre. Janë tillë që nganjëherë në disa çaste e adhurojnë Allahun, kthehen, nganjëherë e lusin, mirë po thotë nefsi i tij, shpirti i tij, zemra e tij, mendja e tij shpërqendrohet, nuk mundet me kanë çka e fokusuar. Shpërqendrohet prej Allahut, do nga Allahu subhanahu wa taala. Kështu që thotë nganjëherë i kthehet Allahut, nganjëherë çka? I kthehet aty në veseve të këqija që ai ka. Pse? Ku është defekti vëllazër se çat shpirtin ton shpëdhot Ibn Kaimi rahimahullah nuk e kthym tërësisht drejt Allahut subhanahu wa taala.